Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video të re. Unë jam Lendi dhe ky është kanali im në YouTube. Shikim të këndshëm. Atëherë goca, ne tani po bëmi gati për të dalë dhe do ju tregoj pak outfitin që do vesh, mos më shikoni kështu se isha në gjendje shtëpie, ju e dini që unë ri sa më thjesht në shtëpi. Dhe po mendoj të vesh këto xhinset e bardha që nuk i kam veshur kur. I bleva dhe nuk i kam veshur. Nuk i kam veshur kur. Nuk i kam veshur deri tani. Nuk e di, kam ja 2 muaj që i kam bler edhe nuk i kam veshur. Do t'i vesh sot. Mendoj ta vesh me këtë kanatiere. Që është super, është e bardhë. Kjo është Stradivarius, pantallonat ishin nga HM-ja dhe mendoj ta të vesh dhe këtë xhaketën duke që se është freska. Këtë xhaketë është shumë të bukur që më pëlqen shumë. Nga këmbët do veshim palatlete të Guess dhe do të marrë dhe çantën e Guess. Kur Selena është lyer. është veshur kështu, ka veshur këto pantallona që është si fund, pantallona për bashkë, edhe një bluzë të thjeshtë, do veshi edhe një xhup me shi, do rregulloj foka se nuk i ka rregulluar akoma, do laj një çik surratin, edhe do ikim dada. Këtë vishë dhe Ajanën, po do t'ja tregojmë për fundimin sa po të vishë dhe mami. Don't you think like that? I will love you endlessly. If you don't believe in me, don't you be like that? I will love you forever. If you don't believe in me, yeah. Don't you think like that? I will love you endlessly. If you don't believe in me, don't you be like that? I will love you forever. If you don't believe in me, yeah. You won't go fooling me twice now, baby. I'm sorry, that's the way it is. You won't go fooling me twice now, baby. I'm sorry, that's the way it is. You won't go fooling me twice now, baby. You won't go fooling me twice. Don't you think like that? I will love you endlessly. If you don't believe in me, don't you be like that? I will love you forever. If you don't believe in me, yeah. Don't you think like that? I will love you endlessly. If you don't believe in me, don't you be like that? I will love you forever. If you don't believe in me, yeah. Tani po dal pak me gocat, sepse janë mërzitur shumë brenda, nuk kam parë. Jam një ditë tjetër, po kam veshur pothuajse të njëjtat rrobat. Jo pothuajse të njëjta, po kam veshur të njëjtat rroba. Për gjatë gjithë vlogu, të paktën deri tani që po filmoj. Dhe jam duke dalë me vajzat, sepse Maria u mërzitur shumë brenda. Dhe thash po e nxjerr, nuk është se doja të dilja sepse kisha një punë shtëpie për të bërë, por nejse. Kjo e vogla
është duke qarë shumë, po i kanë dalë dhëmbët dhe janë akoma në proces e sipër për t'i dalë. Edhe grindet shumë, por s'kam çfarë t'i bëj. Dhe hajtë thash mos i bëlle kësaj dalja mirë. Po shkojmë te bari këtu afër, të konsumojmë diçka, edhe kështu. Ndërkohë, duhet të shkoj të lej takimin këtu tek estetisja për vetullat dhe për pjesën e mustaqeve. Dhe kjo është jeta. Kjo është jeta me fëmijë, pas fëmijëve, plotësojmë dëshirat e fëmijëve. Ja ku i kam. Ja grinda vecën time, ku e kam të voglën time. Ajana, sot që po xhiroj, është data 12 maj, dhe Ajana bëri 10 muajshe. Nuk i realizuan dot fotot e 10 mujorit, kështu që do t'i realizoj nesër. Dhe i kam bler një super fustan të bukur, princeshës time. Ja kam bler, ja mora për fotot edhe për ta veshur në ditëlindjen e Selenës. Megjithëse të ditëlindjes së Selenës, veshjen e parë e kam meçi, së bashku me tematikën e ditëlindjes që nuk po ju them tani. Por do ta kuptoni tek videoja tjetër, sepse më shumë mundësi do jetë videoja e ditëlindjes së Selenës video tjetër. Dhe gjërat, dekoracionet do i kam porositur me tematikën që ka zgjedhur vetë Selena, me personazhin e këtij viti që ka qef Selena, dhe do të më vinë, i kam porositur në Temu, dhe presë të më vinë, por nuk e di nëse do të mund do t'i fus të ky vlogu, apo të kë vlogu i ditëlindjes. Nuk e di të ta mendoj, se po t'i fus të ky vlogu, do t'a zbuloni tematikën e ditëlindjes. Jemi në proces e sipër të gjetjes të vendit e të gjithçka e tjetër, për do t'i flas më vonë. Anikika, nxitoj, se u lodha mu mor fryma shumë. Ciao. Mirë mëngjesi, nga një ditë tjetër, unë jam duke konsumuar kapucinon time. Tashmë që ka ardhur pranvera, unë e konsumoj kapucinon këtu tek balkoni, sepse kam një pamje fantastike përpara. Më pëlqen shumë, edhe marr kohën time duke konsumuar edhe kapucinon time. Nuk ju kam folur shumë. Selena! Nuk ju kam folur shumë të ky vlogu, besoj, por që vlogun e fundit ne ishim në spital si që pak, dhe tashmë jemi diku tek një javë, dhe tashmë ne jemi në shtëpi, gjendja e Selenës është stabilizuar, jemi shumë mirë, dhe tani jemi duke bërë përgatitjet, jemi duke menduar, duke bërë përgatitjet për ditëlindjen e Selenës. Selena e ka ditëlindjen në 24 qershor, siç e thash dhe më përpara, kam marrë tek Temu të gjitha zbukurimet, por gjithashtu kemi gjetur dhe vendin se ku do ta bëjmë. Edhe ajo që na duhet tani që të organizojmë, ajo që na ka mbetur për të bërë është që të dërgojmë ftesat, dhe po mendoj të marr dhe një animator, sepse ditëlindjen Selena do ta bëj me shokët dhe shoqet e kopshtit, dhe mendoj të marr dhe një animator i cili merret me muzikën dhe me argëtimin e fëmijëve, dhe do t'jetë diçka e bukur. Dhe kam ngelu dhe torta.
që duhet ta porosis me tematikën e ditëlindjes që ka sjellur Selena. Në visi po presh. Ua, si ikin vitet. Bën Selena 4 vjeçë. Nuk e mora veç që bën Selena 4 vjeçë. Ikin vitet shumë shpejt. Unë tani po vazhdoj me duke konsumuar cappuccino dhe do të filloj ditën, pra punët e shtëpisë e të tjerë. Unë po ju lë këto dhe do të shihemi në klipet e tjera. Darome, unë këtu. U kënaca. Era baby bukur. Jeta ime bukur ti, shpirt. Mami të ka jetë. Bëj gocave petulla, më sakt ajanës, se shkrema do e haj, se Selena ha vetëm ato 2-3 gjëra që i pëlqejnë edhe nuk do të provojnë gjëra të reja. Hodha vezë, një kokër vezë, hodha një filxhan kafe kos, hodha gjys luge kafe e krip edhe një maja luge kafe, stot buke. Pastaj mjell edhe mbaj. Më falni, mjell dhe ujë. Të shikojmë se si do të dalin. Tani janë gati për të skuqur, do t'i skuq në vaj. Dhe të shikojmë si do dalin. Në pretullat i bëj kështu. I skuq në vaj edhe janë super të mira. Shoqëroj me çfarë të doni ju, me të kripura, me të ëmbla, Nutella, mjalt, djath, proshut, çfarë të dëshironi ju.
Se kujt i bën presion? Beh? Vedi ti ca fytyra? Qua te mami? Bëj ashtu si babi te mami. Patëve nga klipet, sot dolëm, si ditë e diel që ishte, pim thjesht një kafe me familjen, por që ajo kafja na ka shijuar shumë, shkuam në një bar që kishte vënë për jashta, edhe na ka shijuar shumë, u relaksuam, bëm edhe spesa, marrëm shumë pak gjëra, ato që na duheshin, dhe dua t'ju flas pak tani për Eurovisionin. Mbrëm ishte finalja e Eurovisionit dhe nuk e di, ajo kënga e Shqipërisë të erë mua, përveç se kam qarë në të dy anetët, si në gjysmë si në finale, por që më bë edhe mishi kokra teksa këndonte Alice. Ishte shumë këngë e bukur, por si gjithmonë Eurovisioni është më shumë diçka politike dhe nuk është se presim ndonjë rezultat wow ose që dhe të fitojmë, por që rëndësi ka që këngët tona janë të bukura dhe na bëjnë krenar. Më pëlqeu gjithashtu në kënga e Italisë dhe e Australisë. Unë doja që të fitonte Australia, më pëlqeu shumë si këngë, por që fitoi Bullgaria. Mirë, fitoi një vend ballkanik, shumë mirë. Më shkruani poshtë në komente se cila ishte kënga juaj e preferuar nga Eurovisioni i këtij viti. T'ju prezantoj pak me pjesëtarin më të ri të familjes. Ky është Kuak. Ja ka vendosur emrin Selena. Është një kanarin edhe krynazion çmpik të mëngjesit duke kënduar. Po shikoni sa i bukur është. Është shumë i bukur. Kuak. Këndoj një çik kuak. Daj, këndo pak. Këndo pakës. Këtu po mbyll edhe video me këtë pamje të kuakut, po e mbyll edhe këtë video për sot dhe shifemi në videon e radhës. Mos harroni të bëni një like, subscribe, të lini edhe një koment. Faleminderit shumë. Mirupafshim.